shkon të përfestuar. Ermal, shumë në qef jetë, veç vazhdo që ashtu që shë dhe janë Pat busqeshje dhe më mbush me lumturi. Ma falat busqeshje dhe më mbush me dashuri. Asgja nuk më kam vetur, tani gjitha I humba, dashunia dhe gëzimi, u shtukën për mua. Asgja nuk më kam vetur, tani gjitha I humba, dashnia dhe gëzimi, u shtukën për mua. E kujtoj atë takim me lotë dashuris, jetoj me atë për qafim që ma dhurove ti. E kujtoj unë atë takim me lotë dashuris, jetoj me atë për qafim që ma dhurove ti. Adelo, e kush e bën helikopterin, kush e bën helikopterin, Ermali me ljumë reperin, Ermali me ljumë reperin, jarira, narirari, hoppa! Shë di, e kush e bën helikopterin. E shumë nice, Tu man kush e moj vero, ma ban me si, ma ban me dor. Tu man kush e moj vero, ma ban me si, ma ban me dor. Ma ban me si, ma ban me dor, të pret jani në obor. Ma ban me si, ma ban me dor, të pret jani në obor. Nga shtëpia me dërasa, tine moj kalesha se plasa. Nga shtëpia me dërasa, tine moj kalesha se plasa. O dil moj, dil ti në dritare, vajzë qa me lozonjare. Unë nuk nosha. Hajde dhe rahat. Edhe pak e nga mjanit të mama. Sa shumë të nuk e tua. Hajde, hajde. Ermal. Jo që se e nuri për napnan. Dhe që lani po më gërë në reperi, më dojë, gjitha një një sejre po vatës. Do you know, do you know? Ja puti atë lësht. Do you know? Hajde, që mami është Do you know? Do you know? Ha? Bravo, 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 jemi të papam. Pak si për Ermal, shyst. e kam një dëshirë. Po du me ndigju pite e një këngë, ta gjësa bre. Hajde përaj. Kush Se është do ai? duhet zgjedhë Me te. nonë dam që kalem? Po, ata që kalojnë bashkë. O e mira diasporës. Ja, nuk i du, unë e du, nuk i dua bardhësit. Diçka për Prishtinën, Ermal. Për Prishtinën? Merë ma shiun e Prishtinës, a? Atë kujtohet natë e pa, shi kur binte në Prishtin, unë dhe ti si dy këngëtar, për shpërisnim për dashurin. Ram tam tam, unë të doja, ti më doje, lugu gjelbër të gërmis, hyt mi qjell, na banin roje,
dhe lisa gjithë bronin prej lakmise, sa rohet o ngrosi e parë, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e di si dy këngëtar, thurni vargje për armërinë, sa rohet o ngrosi e parë. Kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e di si dy këngëtar, thurni vargje për armërinë. Laj, 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 tat, tat, laj, laj, laj. Hajde shkojmë gjej. Hajde, lumia. Laj, laj, laj. Kellon, fjallë që mi pa të thonë, malin ka marrë me pa, edhe pse rrugët në ndan. Mos haro, ti e para mund dhe shko, nesër kur të shoh, zemra më ngalon. Qysh mu dashur unë shekim par kur je qarë, bej që ki shku pa në plajnë alkohol, thuj ma mirë me i kur o bal, se nuk ec me zara ma gjithë tu këthy përfundaj, veç po du me dit, veç po du me dit, a e din sa të kom prit, gjithë kom dash me ardhe me të marre me ik, jo si ti s'kom pa, veç kom dali kom lyp. Mos e këthe kryda da që na ka hin mes, mo nuk janë asën rreth, mo nuk janë asën rreth. Ata që na ka hin mes, mo nuk janë asën rreth, mo nuk janë asën rreth. Uj kellon, fjallët që mi pa të thonë, malin ka marrë me pa, edhe pse rrugët në ndan. Ti mos haro, ti e para mund të shko, nesër kur të shoh, zemra më ndalon. Jo, dy, Uj kellon, dinamita volina. Dinamita volina. Hajde vjo. Dinamita volina. hajde kësina mi da volina, pina mi da volina, thena mi da volina, naj bujna da volina, hajde kësina mi da volina, pina mi da volina, thena mi da volina, naj bujna da volina. S'kena nevoj për karrika, na nuk ullëm se na pëlqe muzika, gjuje gotën kallëzëm ku është shishja, gjamadani via via, tu këqymi tavolina, u sa mirë ponina, zdu me shku të shpia, thire policin, m'ka u vedia, qyri trupin tën e si këshyri bunt e mia, rufi zon faja, po kallët kejt shpia, hey! Hajde bre, hajde. Vira me gajde. Hajde bre, hajde! Hajde bre, hajde! Bira me golbe, Hajde kësina mi da volina, pina mi da volina, thejna mi da volina, naj bujna da volina. Hajde kësina mi da volina, pina mi da volina, thejna mi da volina, naj bujna da volina. O moj dukane, unë e marde, shta me thane, hey, hey, hey. Unë e marde, shta me thane, po unë e marde, shta me thane, du një qarpën, po me në grane, hey, hey, hey. Du një qarpën, po me në grane. A e pim naj qaj se s'po kënej ka kush. Po më threti vetëm zemër, e pëlqente kur e bon zemrën time nga, zemrën time nga. Zemër, po më threti vetëm zemër, e pëlqente kur e don zemrën time nga, zemrën time nga. Bone, mami, ajde zemër bone, ma shli, që po do t'i bejbë, unë e ti mi, ti po do me mu, ty o me. Rups, po pëlqen, po pëlqen, po pëlqen, po pëlqen. Hey! O më
Lucky boy, këtë kom e ti falej. Oh no, s'du me një as një fjallej. Vetna, e kena lon Sonte du me dalej. Lucky boy, këtë kom e ti falej. Oh no, s'du me një as një fjallej. Vietnam, can I long, hey, bounce to the rhythm, God, make them cheese up, everything I do nice, follow that leader, hips move out slow, wicked beats I go, me winding, them man, I go blinding, I ooh that girl, guess what me adora for them who don't know me, I ooh that girl, I ooh that boy, yes, this is Lumi, Sonte du me, Lucky boy, këtë kom e ti oh no, s'du me një asni Vetna, e kena lon Qysh po më shikon ti, po dom ti Ej, hajde rina Nuk ka tjetër si ti Sonte në kët Tu me ditë qa menon Apo Sonte du me dalej, Lucky boy, këtë kom e ti falej. Do mi as t'i fjallej, vetna e kena lon. Sonte du me dalej, Lucky boy, ka me ti falej. Në një as t'i fjallej, vetna kena lon. Body attack neck, make it up neck, body attack neck. Ka më është me kësy, më zë më shteme. Rinë mes. Asi fundin, asi pari, jo si e ti. Dhe pse do t'më marri mali më mirë pa ty. Asi fundin, asi pari, jo si e ti. Dhe pse do t'më marri. Mos jenë diskotek, salonje, mos të ashtë. Se dresta. Hajde urime gëzuar! Zang gëzuar! Gëzuar! Bravo. Sa më në punë më po? Nësja. Po, qa ko me kënoni kongë. Blero, merre majke. Ujdene. Sot eshti kujtoj E so lidhjen tonë mban më shira Krenaria jon atë e shkatroj Edhe pse sot pytemi lot E jemi fati dikuj tjetër I busqeshemi E brënda qajmë si fmi Edhe pse sot sytë tu Asë tjetër nuk shoh vetëm vojtjen tënde E brënda qanë si fmi Para se t'më thuar që fajtoria mu Ti vetëm një herë din në vendin tim 5 minuta jo ma shumë jeto si ju Nëse nuk më ndjen, plaga ty s'të dhe Hajtë përkalojmë tash në pjesën tjetër se I kena dhe do... E s'kene musafira? Po. Vomendje! I kemi përzgjedhur disa momente shumë interesante për të gjithë uqenit të pranishëm. Shkoj me pare këka... Shëron dhe si qoftë të kojtë. Farë muti, voli. Kisha pas qef krejt për juve me komentu pamje që I shojmë vazhdem. Ka parana. Ko shka I kënë lokarë këtë nërë? O ti? Ka këtë rashë, bu. Shumë. Këtë rashë, ha? Po hek I poshtë zotë. Ja, ko një marët e gnatia kërë për grupi. E pse? Lera, par komenti ki për klipin tënë. Koment? A dëna e pas Po koment? normal, gjithë qështë edhe krejt Pa kolegë të koment to. në Allah. A mush, next? Next. Po next, majnë një akon. E di që më kanë përqy shumë që kjo kanë. Shumë. Qesh, si varë po do këmë, si varë. Jo, për kondra. Lera pëse për thunë next me që të kongë ty e ke pas bumin më të madhë që I bo I famshëm për ketë njerët anë më balë. Se për thunë next. Foli, O kongë shumë e mirë. ka shumë mirë, po... Po qka? Pa me nuk A e një të hairstyle-in e ke pas ndryshe, që ka që hada? Po parasave është gjiru këj videoklip?
Pa një 14 vjetë? Po 14 logarete që shjena kona para 14 vjetë. Po, 10 dhe i kohë më zërë. Ue. 2002, o të? Dhurata. Do vazhim u Chicago. Yes, soj. Edhe kjo kënga me cilën dhurata o bo e njoftun për publikon. Zerë kënë shumë, a? Po kësë është klipi parë, apo? Jo, s'është klipi parë, po është kënga e parë që dhurata ka dhezë me qëtë këngë. O, zota, Vish pak. Kënga rollë dhe dhuratës që ke, edhe pse nuk është kënga e parë, ka qenë kënga me cilën dhurata ka rritë mu bo e njoftu për gjithë publikon, të madhe të vogël. Qysh e ndinë qatë ko dhuratë, qysh ka qenë rukëtimi jo të dinë qatë spot që e ki bo dhe qatë këngë? Jom një shumë mirë, se kum prit suksesin, më të kalëzu drejtë, se nejse, unë edhe kur e kum qitë I liked it, e kum pa që ju prit shumë mirë kënga I liked it, po se kum prit tani mas rollit që sukses të madhë, edhe normal që jom një shumë mirë, edhe krenona në punën që e kum bo, e që kum arrit deri qëto, kështu që... Leko, sa në dhe. Bureko. Dhurati mas e ke lindën edhe ke jetu në Gjermani, për çfarë arsye ka qenë dëshira jote me fillu karrierë muzikore në Kosovë? Shpesh ma kam bo qëtë pytje. Thjesht unë e gjithë edhe në Gjermani, se e më kanë këm knu Shqip, dhe ma letë e këm pas tekstet mi shkru në Shqip për që di se di pse, se sa e gjermanisht. Menoj që më ka shku ma mirë. Edhe kej gjonërë t'i kënë shumë mirë. Faleminderit. Jo veç këto të vetin, për një me. Edhe unë ja këm njësë shumë si hobi gjatë mas shkollës. Shkojsha në studio Gjermane atje, po kënojsha Shqip. Edhe i qëtësha videot në YouTube, edhe kër e këm pa reagimin, këm thonë pëse mos me vazhdu me qëtë ritëm. Qysh ke bu këngë me Young Zerkën, qysh ka ardhur deri te bashkëpunimi me ta që ke pas pikërisht qëtë këngë që edhe Jena njoftu në Max Production, i përshëndesin për ata shumë, se unë jam me ata, do me thënë ata më kanë mund menagjim. Gjithashtu edhe Zerka u kanë në atë kohë te Max Production, edhe aty lindi ideja për me bu bashkëpunimin, unë ka pëlqy shumë, se me të vërtet ka shumë talent, edhe Young Zerka. Edhe ati i ka pëlqy gjyra e zonit tem, kena provu diçka në studio edhe në fund ka dojë. Edhe ka dojë një këngë. Ka dojë kënga roll. E pëlqy me pikete. Edhe kështu. Qashtu na thoshin. Vazhdojmë po edhe do pamje tjera cilat janë për Enca kur ka qenë e vogël me, qa janë Enca këto që i kinë kry? Gjithmonë, kur kam qenë e vogël, kam dash me pas flok gjatë, edhe prindit me preshin që kur më rriteshin të shëndosh flokët e të mirë, edhe gjithmonë kam gjithë kapsët robave në fund flokëve për me pas ma gjatë. Edhe në fund ja ke arrise për një me i ke flok gjata dhe trasha. Një prej arritjeve. Edhe këtu jemi një fotografi me një kurorën kry. Këtu kam knu me një mikrofon falso, kështu kur jam kon 5 vjeç. Sa vjeç? 5-6 vjeç. A peshe bust ku i kom pas ton jetën, për keq po thonë që i kom bo bust. Kjo është momenti kur Enca ka qenë pjesëmarrëse në The Voice of Albania. Para sa viteve Enca ka ndodhur kjo? Para 5-6 vite. Para 5-6 viteve kur Enca ka qenë pjesëmarrëse edhe askush pej... Sot e pash, qëta, fix qëta. Me një portal diku nuk e di qka e pash edhe i në këshyra, tani më do të shumë interesant. Edhe i thash njerëzit që isha për rreth, apo pa uz, a veç... E, këto shkoj me Dubai. Ngam. Edhe i thash njerëzit për rreth, thash para mes fa ndjeni e mirë, i thash briljantit, i thash edhe afrimit do njerëz për rreth, thash fa ndjeni e mirë, thash për Encën, thash nëse ata, si mas portaleve i kanë thonë jo Encës, ka qenë momenti kur kjo ka marrë pjesë edhe ka shkupityrë nuk e kanë këtu karikën. Bam, që. Faleminderit shumë. Unë mundësin e kam pasë mi hesh videot nga interneti. Çfarë ndjeni ka qenë e kam Enca pasë kur... mundësin, unë personalisht mi hesh krejt videot që unë s'kam dash për internetit, dhe unë si kam me shpikrish për të arsye, se kam dash gjithë njerëz me ditë qyshe kam njësun, edhe më inspiru krejt rinjt, që ndoshta më shohen mua, po shohen dhe këngëtare të reja, ama kanë një ëndër për mu bo dikush. Që pavarësisht atyne, kërkush ka mujt me ta ndalë ëndrën. Kër në kone vogël kam marrë pjesë në shumë talent shows, edhe shumica kanë qenë shumë sukseshme. Që kjo su konë qa që sukseshme, amo të ke fundit sonte jam këtu ku jam. Edhe pse ka qenë, ka ndodhë plot gjana në vazhdimësim për ty që momentalisht që edhe pej, jo prej, po ndoshta ndër të parat artiste që ki
shumë djekës në Instagram. Pikrisht do ishta mu lidhe me këtë video cilën e kemi tani në ekran. Është një prej konga, para se me lancuti kongën, është bo vajnë në shumë vende ndryshme të botës, që ka dhezo me thonë me Arabi, me plot top lista në Armeni, në shumë vendet ndryshme jashtë Kosovës. Në fakt, e kam prit suksesin e kësaj këngë, po nuk e kam prit qka është të madhë, kam prit që kam u bo hit në Shqipëri ose në Kosovë, më është megjithatë nuk e kam pasur impaktin kaq të madh, se kam pritur që të kishte impakt kaq të madh te njerëzit. Filloi u bë vajn nga disa komediantë famshëm nëpër Europë dhe në Azi, edhe ashtu filloi përhapja e këngës. Po shtove këtë rrjetet sociale. Për mua ishte shumë ndjesi super që më ndodhi pikërisht në atë moment, sepse ndoshta ishte momenti i dur. Unë besoj që çdo gjë ndodh për një arsye edhe në kohën e dur. Kështu që jam mirënjohës e Zotit dhe vazhdoj të punoj me pasionin që kam pas gjithmonë. A ke përformu për gjitha ta ndjekës tu që ki pas edhe në Dubai për ftesën që ki marrë për disa shejikave? Jo, nuk ka lidhje ftesa e shejikve. Unë këtë vit kam për të performuar në stadiume, në këto shtete dhe gjitha kam për qenë të dokumentuara, kështu që unë me zi po pres të ndaj atë emocion shumë të madhe dhe me ju të gjithë. E kemi këtu edhe ndjonin prej. Leve shpak, qëre me nonën të em, ja o zemën. Qëfar të qyrë rivo gëllon kontu? Ja, gjashtë. Këto me babel. Ta, zemë. Qëre pikujt në pipara lute. Edhe konga trashe përformume për malit në atë kohë. Po dhe. Qëre për mal pi vaktit i kom problem. E kom vojza jam buna, ketë më ka prej kryt. O, Illuminati, shenja të mal. Unë e vetë si top të i thonë kësoj si shkop. Mal, a i këshyre herë vetë kështu për trip? Ha? Qështë se këqyre më e knasë në këtë. 96 të nështë jam. Sa vjeti ke pasër mal qëto? 8? Kush e ka bo që të kongë, kështë të kongë e mirë. Aida dhe Armeni. A, për në me? Po halja jetën në mirë, alo, djallë jam kallët Vërtet kej. është shumë e mirë që është artist Liberta që janë ka shumë dhejnë sot, që ja ka njësë që në fëmiri, edhe të përgëzër mal. Më vjen shumë mirë që të qofë që ka njësë që i vogë. Po që ke... I kemi edhe disa fotografi dhuratës, kur ka qenë. Që e do qka? Vogël. Sa e mirë. Këto se di ku jom parë, as kush më ka qu, kom arru. E rëndësisht me poza që e ke marrë në këtë fotografi që vish pak? Komën për mi komë. A e keni marrë ato me Sabrin? Janë disa fotografi. Të jom ka nuse e vogë. Po. O, qërja është ljarë. Të para në Si një patare që është në Fotografi që i ki, që i bo si nuse e vogël. po. Qka kanë nënkuptu për ty në atë po? Kur vesha verës në Kosovë, për para e kena pas shpin afër qytetit edhe ka pas shumë... Kom pas shumë shoqni, se vesha gjdo verë, edhe gjithu mbledhshim, dujshim bashk, edhe i majnë men qëto me qikat migjës, dilshim, veshim fustanat, gatë, edhe është prej asaj kohës kur vesha verës në Kosovë, Veç për pushime. veç për pushime. Do me thonë që të shiet sa shumë ju më knaq edhe atëherë, edhe sa shumë e du Kosovën. Po, qëta se keni pa ju? Ju më kanë shumë fanë se e flakt edhe jam akoma E Agje Sabrea. Agje Sabri shumë. Edhe kam shumë foto me to se në gjdo koncert, kër më kanë me e vogël, lupësha më më qu. Klut na veç të Agje Sabri po du më qu në koncert e më qëshën. Tani e kam edhe një pak ma e madhe, nështë 8 vjeti kum pas. Qyre ljumi me një Po, normal bëllon se për se cilin i kem pregaditur disa fotografi në ku je këtu. Ku e ki marrë këtë foto? Sërot pytja ku. Google. A je të qaj? Po, Qyre Anton Legendë në atë. se di ku shë birë, nuk se kom pa kërë këtë foto. Po shë zotë, jo, vallohi. Si thuj më e birë më e dretë si... A, du shë e tau. Ku e ki marrë këtë foto, be? Së është me rëndësi? E ku është Shkjo lumi babi këtu? jam, mami Që? jam, motra jam edhe one. Fakt. Shkjo me... Ko është po flanë? Se di ku shë, Kush po flanë, lo? qëre farë Ja, një tjetër I fotografi. hekt, ku e ki gjetë, më në këto Kërës foto. pedena. Pa shë, kur si kum pa, eq? Për një me, kam. Ka i vërë të Pa thonë. shë Edhe zotë, Lisi ka pak Surpriz ko ka, surpriz. që gjyshi jam.
Ajo është motra, po? Po, fjolla. Ku I ki marrë? Pas ke ndryshu shumë. Babi është I mirë, nuk është I keq. Babi është I mirë? Nuk është I keq. Loqka. E kush për thot që I keq drejt që unë? Jo, se ma bën ka njerë ti I keq. Shumë mirë. Shumë mirë këndana. Po, dhondër e komune? Apo, e? Po, kom jabë disë. Të tua. A një putja. Ljom që kjo konga, Hiti. kur e ki pas dhe nickname-in Big L. Po se kom pas, a di që shëllon, jo Big L unë se kom pas shkur, po Blonti I ka thonë në fillim. Edhe na kanë metë tani qashtu. Qa të kujton që kjo konga? Gjithë shka. Shumë e mirë, kete kena Po, ndru, kështë konga, po. Që kjo konga që kena depërtu një farë mënyre, u me të mraqë kjo. Edhe spoti është shumë I mirë. Po, spoti pa të nërë këta të intermedis, spoti pari intermedis është që që kanë bo me neve. Po di që më kujton gjithë shka bedaj, fëmija që të lujtë. Të rendi. Po tu që ta është I rrita? Po, që është më rrënë, so, 2005, 10 vjetë. Edhe është konga që e ka një tekst kogja preks. Që kjo për I kongve, shtu që se na zakonisht gjithë ma kejosa da bedin kur se kena marrë seriozisht. Fan, kena bo tekste që toj kena bo kështu ma seriozisht. O një kongë teksti që si ka prek këndo që e ka ndëgju dhe këndo që ka po këtë kongë me qka të lidhët ose qka të kujton realisht. Teksti edhe komplet realizime. Veganit me boq, ta, bedin, s'di vetë në ka ardhë me bo një kongë serioze, hajde. Po kjo, kush është kjo? O, sa mirë. Që kjo është gjyshja jam, rrath me qpirti I pas. Sa vjeti ke pas qëto? Ma përpara ma prej në krytë që më kujtojt mu sa vjeti këm pas. Veç e di që... 5, apo? Nështë. Veç e di që atë me shtë qysh e vogël pak më rollat I këm pas e plët ma drella. Si puna, I pas qalëzur. Ama jo më konë shumë ma e mirë, bre. E mirë edhe tash më re? E këtu jo më konë afer qerdhës, qerdhën e këna pasën lagje ku e të ishim edhe thëjsh ajo në po shkoj jashtë me tu. Qysh atëhere dëshirat e fshehta. Qysh jashtë me tu? Jashtë. Jashtë Kosovës. Okej, qa ndodhi? është Zampina edhe me një tjetër fotografi bashkë me nënë në saj monën. 2003-ën, o zëtë sa hullë më konë. E pa ta marrë qmimin e parë me 17 vjetë I ka, me mamin. Që mona gjithë mune areshme. Mama drej poshtëri, mami s'ke shkurrë në fatë. Edhe o konë nga Zampinës Disco Epidemia. Kërkë një gjithë! Na 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 na. Ska temperatur, kese unë. Shkodra, ku është kjo? Në Shkodër, festivalin bar kombëtar I Five, po. Po pe një solla mi gjeni. Apo të kujtohet, a? Jo pe një sollën. Unë s'ko marrë pjesë to. A I heq, asnjera? A le që shto njejt. Jo, këmë tani. Kjo është dikun vitin s'pëdi 95, në 96. Qëre una, qëto dikon jam? O zot për e hosh. Edhe këtu ka nga rodhë pak më e madhe se në Disco Epidemia. Po, nuk më kujtojt viti, veç e di sigur që më para Te luftës. Hotel Dea është 96. Gjirimet e labjas. Boni të ditë Hotel Dea. Do me thonë, A këtu asa vjeti ke pasën që të kanë kërë ke këndu? Pasha zotën, jo. Jo, veç do me thonë, unë e karrierën e kom njësë qysh 4-5 vjeqe edhe ju ku ma pja përkujtoni njerëz, po. Në 9 vjetë 10, sa e këtë ma shumë është. Pasha Jo, ma pak. zotën, jo, ma pak, sigur ma pak se kjo është para luftës. Okej, 8 vjetë, po. Kënë këto disa prej videove cilat bashkë I kujtume dhe qysh kanë qenë fillimet e juja, fotot e femiris, jo, unë jo e madhe më konë gjithë. Kom unë edhe një tjetër surpriz për juve sonte, pretem një veç 5 sekunda. Rena, mos më bo veç pyetje ti ma shumë. 4 4 e gjys.
Okej. Enca, kjo është për ty. Dhurata, kjo është për ty. Vlero, vëq ka dalë mos ungut një Miqel. Lume. Ermal. Edhe Zamfina. Pianisim për shëhretit. Nuk ka e vërtet, unë me ma mund të në shuk, ngusht jena. Hajtë bërajrë. Ermal, pa bësh si të kam. Unë nga dalë, por sigur po plake. Zoti madh ka dashur që i gëzuar dhe i plotësuar të jem. Ti më plotësove, ma bone pleqërin dhe ma të bukur dhe me kuptim. U bone profesionist i vërtet në artin ton. Ti edhe më kalove me mënyrën, ngjyrën, shpirtin dhe interpretimin tënd si këngëtar, që nise si djali Sabriut, por u rrite, u zhvillove me emër prej këngëtari, e tash më thonë Sabriu babaj Ermalit. Mos ja fut kot mor bab. Ermal Bir, vazhdo të jesh vetja i sinqert dhe i përshkushtuar. Të lutem që ta falenderosh publikun që të do dhe të adhuron, falenderimin ta kesh institucion. Mbaje modestin, sentimentalizmin lirik që e ke brenda, qite dhe ma shumë. Tregoje zemrën e njom, thuaje me zë se ti nuk urren, apo më mirë thuaje se ti vetëm dashuron, vetëm një lutje, kujdes shëndetin, pash rinin tënde. Borgja ke publikut që të do të dukesh bukur të jesh fet. Sabriano Di Feza, Sabri Fezullah. Përgjithje për letrën e Agje Sabre. Bashkë më interesu me di që i kishtë thonë Sabris, ma gjitha saj letre emocionuse që ta ka që sonte. Para se gjitha shka thonë stay fit. E ti që apitua ti? Stay cool. I kësha thonë, mi nda zemrat me racione. Një për mëngjes, 2 për drek, 1 për dark. Rrej fit, rrej fort, që shjem mësu me të pa gjithmonë. Je maj mirë në shqiptari edhe gjithi me kanë. Je shembull edhe ikon e krejtve. E jem ja e krejt kolegëve të mi, mburna që jem djallë joti, arritja ma e madhe e jem ja është me të zbarë ftyrën ty, jo suksesi jem, të duha shumë. Dhurata për vazhdojnë me letrën tënde? Ka gop një farë emocioni edhe mu s'po di që o ka ndu libert. Naj. Pse? Hajde. Okej, s'moj. Ata e zënë. Përshëndetje, Klen Kosova. Unë jam babi i dhuratës. Po atë tregoj një ndodhi kur ishte dhurata 2 vjeqe. Unë bashkëshortja dhe dhurata dollëm me shetit, e për me u këthyje në banes vendosë me hypë në tramvaj. Por dhurata kishte dëshirë me ecë vetë, mos me mbajt për dore. Ajo insistoj me hypë vetë në tramvaj, por nuk ja dilte. Ishte e vogël vetëm 2 vjetë, unë e mura në prerër dhe u futëm brenda. Ajo u bo shumë agresive, filloj të qaj, filloj të më gritë në fytyr, na të detyroj me zbrit dhe me ecë 3 stacione në këmbë. Të dua shumë zemra ime, të dua fort unë dhe mami ytë dhe vëllau. Një letër prej babit dhurat. Nise që si ku më pa që një kod gjatë. Qysh e ndi në ato momente kur që ka përshlu edhe babi një shetitje që keni dalë bashkë familjaresht, ke qenë shumë e vogël, po aje cekën letrën e ti se qysh ke reagu se ke dash me hetë vetë. Unë do isha me hypë në tramvaj vetë për para jënë kanë tash jënë dreq, jënë po pak matë, jënë kanë si 3 shkallë për me hypë, aj s'kis qare pa më qu mua, bëden, e une e vendosë të lutë në alem veç t'hypë vetë, e s'u m'la. Do me thonë si arrita qëllimit, edhe këm pas një trip shumë të keq që kërë bëjsha nervos grëthsha, qa kish për para. Shqyqyrë të ke pas të jatë ere. Aty plot njerës, e une ja fillova
me qajt shumë. Kur s'kisht, ajtën, vike ati di qysh marrë, ose i nati që kum kaj që ka shumë, edhe u dasht me zbrit, edhe 3 staciona kena ecë në kanë, e ajtë më vërtite, unë më fala se e vogël. Nashta falë saj pavarësie që ke pas qyshën moshtë vogël, je edhe ku je sot. Gjithë qysh, pa ata nuk isha kanë kërkon, kështu që... Faleminderit Por shumë, qatë arsye dhe babi e ka shënu pikrisht që të ngjarje në letër për ty sonte. Ja uroj vitin e ri shumë, shpresoj që po kënaqem. Ja urojmë edhe ne gjithashtu. Enca, të lutëm, vazhdo me letrën tone, na e lexo me Z. Nuk e dija që melodia e avritet pafajësia do t'ishte fillimi i lidhjes tënde kaq të fortë me Kosovën. Dhe përsëri më kujtohen. Tek si ndërmend të motive kaq të bukura ndjej më rrëshqasin lotët, sepse ajo 5 vjeçare ime vogël që rrugën në kopsht e bënte duke dëgjuar dhe kënduar këtë këngë, tashmë është bërë një zonjush 20 vjeçare, që përshtinë sot e ka shtëpinë e saj të dytë. Kanë kaluar 15 vjetë që atëherë, një rrugtim shumë i gjatë dhe nuk di se çfarë të shkruaja më parë, por di të them që ajo dëshirë, pasion, zjarr, energji pozitive, entuziazëm, këmbgulje, vullnet dhe puna e padiskutueshme dhe pikësonimet që i vure vetes dhe quan këtu ku je sot, zemra ime. Jam krenare për ty. Enca, të uroj një vit të ri të mbushur me gëzim, lumturi, shëndet, plot punë e suksese të mëtejshme. Të realizofshin të gjitha planat dhe pikësonimet që ke. Mami. Është kjo. Enca, na trego pak për këngën Avritet pafajësia, çka të lidh me tonë atë kohë? Më pa dëgjuar këngën Avritet pafajësia dhe një këngë tjetër Djem të Prishtinës, Jukoner, Saduki Zullau dhe Ledina Qelo. Unë isha me shku në kopsht edhe gjithmonë ato këngë e kënoja çdo mëngjes. Unë nuk qosha për Kevadit pa e dëgjuar ato këngë edhe në fakt tani po më kujtohen gjitha gjërat edhe më vjen shumë mirë që në një farë mënyrë që shumë e vogël e pas kam pasur lidhje me Kosovën, edhe u emocionova shumë nga letra, në fakt. Se nuk e prisja edhe më solli ca kujtime që ndoshta mund të kisha harruar disi. Ja urojmë edhe mami gjithashtu gjithë në vitin e ri sonte dhe falenderojmë për letrën cila ka ndoa pak kohë me ta shkruajt për ty. Zamfin, letra jote. A me lexu? Me zot, lutna. Zanfina, emri i adhurimit tim nga Rusha e Gjergjet. Rusha e Gjergjet o konë libër. Erdhe në muajin e luleve, ishe ndryshe nga fëmijët të gjithë botës. S'po muaj. Mama këta? E zëvitusi? Jo, bra. Në muajin e 3 të lindjes, filloj të formohet karakteri bebës teme. Dhe sot është e njëjtë, e ndjeshme, e but me trup të bukur, qysh me 3 vjetë. Me flok deri ndërgjoj me 4 vjetë. Është një angel, anova dhe anoj për dalin tame. Nuk ka nevoj për sugjerime dhe këshilla. Dëshiren për me mbaru fakultetin ma plotësoj. Tjerat i ka të gjitha. Sukseset i arriti nga vullneti personal dhe përkushtimi im. E du zonin ma shumë se jetën. Ja du teket e nervozat e ignorancat. Kom, aq dashni me atë i kalu britmat momentale. Kejt i ka, prandaj veç fatket zonfi jeme, i cocël beba jeme përjaqme. Monën e ki mas gjdo vendimi, gjdo dëshire, gjdo vullneti. Prandaj, gëzuar këtë vit të ri e me dashurie me gëzim. Zanë me shoqërin ngre një dolli për vetën e atë që je Mona. Hajde gëzuar për Monën. Hajde gëzuar. Zamfin, çka do me thonë Mona për ty? Kër më konë shumë e vogël, jem konë pak ma e lidhën me babin. Po pas një kohë shumë të shkurt, jem lidhë shumë me mamin edhe e pre ati momenti, nështë ta vendimtar një jetën tem aty ku shihna me koferën në foto, jem që që lidhën me mamin sa që nena si mish edhe thoni. Dhe me thonë jena tonë konë bashkë, kur gjë nuk në ndonë, ajo i din krejt sekretet e mija, krejt punët e mija, nuk është nonë, për mu është
është primare mbështetja jam, është siguria jam, është vetbesimi, është shoqja e ngushtë, motra, vllau, baba është krejt për mu. Do me thonë, nëse kjo që jam sot se Ermali e derdhë. Ma prishe momentin drejt që tonë. Ne e më tam drejt që. Adi dhe u bënë të seriali Ibrahimit. Benjetim të rirëm. Zampin, qka i uron monës të sonte? Urimi jam për mamin, për këtë vitri, kishtë qenë mos me kalu backstage, që shi ka kalu krejt vitat e ri me mu, më të kalu më edhe me Adelinën, po me kalu në shtëpi, duke kalu mirë, duke kalu në një vitëri, edhe i kisha uru shumë shëndet, edhe lumëturi se mendoj që për gjitha këto ka shumë nevoj, kështë që faleminderit që gjithmonë ke qenë me mu, edhe shpresoj që kime qenë edhe shumë vite. Është rada për me ledu letrën e Bleros? Lezon Ermali. lektori. Tërëron, tërëron, Mesja. tërëron, 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 tërërërërë. I dashur i Blerim. Merre, s'muj mo. I dashur i Blerim. Okej, po e filloj ndryshe. Po e filloj ndryshe nga që në emër rrallë jemi thiru e deri tani. Pra, i dashur i baby. Viti bukur 2015, plot befasirat të bukura. Njohja me ty që nga më të bukurat që më fali ky vetë. Edhe pse kaloj shumë shpejt, unë e kam shuar çdo ditë. Dashuria dhe prania jote ishin faktor kryesor. Plot surpriza, takime, udhëtime, përqafime, të gjitha i kujtoj me plot mall dhe dashuri. Por më e bukura, kujtimi më i bukur, kujtimi që do ngelet gjithmonë në kujtesën tonë, që e njohja jo në aeroport. Çdo gjë filloi aty. Aty do festojmë gjithmonë për vjetoret tona, dhe kur të plakemi, do kujtojmë takimin tonë të parë përsëri. Aty, tek lokali i aeroportit, duke ngritur së bashku një dolli. Dëshirat janë të shumta për këtë vit të ri që do na vi. Njëra nga ato që dua më së shumti je ti. Shpresoj që dashuria jonë të zgjas për gjithmonë. Afrona Dika. Kam unë një pyetje, në cilin aeroport si e njoftu? Qyriut? E dion me? E në cilin lokal? O, B, D, E. Gati E. Bleron, qka i thua Afronës të sonte? Letra ke për me emozionuse dhe ke interesant, po edhe unë shpresoj që nëse do në Zoti, normalisht me festu shumë vite bashkë edhe me këqy një dolli për shumë në Dëshira vaj është që dashuria ju me zgjatë për gjithmonë. A i kështë thonë sonte, will you marry me? Nuk kam nëve mi thonë aje edhin, kështë që... I pas këtë thonë do me thonë. Kështë që besoj edhe shpresoj që kam me zgjatë për jetë dhe kam me plakë bashkë. Shpresojmë dita shto. Na ka me të veç edhe një letër e fundit për sonte, për gjumin, e cili ka velizu vetë. Kush më ka shtinë dhe shumë e gata. Miranda Emblini, për me të dashurin tonë, po e filloj kartolinën me një kujtim shumë bukur, me një kujtim që dyve na bën një. A kujtojt dita ku së në lezaj, më realizohet. Për më të dashurin tonë, po e filloj kartolinën me një kujtim shumë të bukur, me një kujtim që të dyve na bën një. Atë kujtojt dita kur të kam dhënë lajmin se jam shtatzën. Të mora në telefon duke qajt, ndërsa ti nga abia, gëzimi dhe emocionet që na kishin kapluar që të dyve nuk dje si të më qetësoje. Je gëzuar as shumë, e ke prit me aq emocion lindjen e djalit tonë Blinit. Sa që asun në ato momente si kisha paramenduar. Thonë se në momentet e mira dhe të vështira njeriu e kërkon më të dashurin ose të dashurin e saj. Ti ke qenë aty me mua në momentin kur ka ardhur në këtë jetë bibi jonë. E din se sa rëndësi ka kjo për mua. Nga njerë ke qenë mlefosur për profesionin që e ke vetëm për shkak të Blinit. E di që ditëlindjen e parë as nuk e ke përjetuar se nuk ke qenë. Ke qenë një mbrëmje muzikore duke argëtuar gjithë ata që dëgjojnë dhe e duan muzikën tënde. Më kujtohet shumë herë kur ka qenë Blini i sëmur që gjatë tërë natës kemi biseduar në telefon, në pamundësi që të vje dhe të qëndroje pra neve. E di që ti të gjitha i bën për ne,
për Blinin. Gjithmonë më kujtohen fjalët e para sa të shkosh në mbrëmje muzikore ose para daljes së ndonjë videoklipi ose këngë të re. Çdo gjë që e bëj për Blinin. Faleminderit për të gjitha e vazhdo me qeni tillë. Urimi për vitin 2016 nga unë dhe Blini është më së pare të jemi shëndosh e mirë bashkë me ne, i lumtur, i përkushtuar e i dashur të gjithmonë. Nuk i dihet, ndoshta viti 2016 të bëm baba për të dytën herë. Qesh, të duam shumë. Miranda dhe Blini. Du më ndërlidhën që të pytje, se unë kjo e ka një djallë si drita, jarujt zoti gjithmonë inshallah Blinin, se është djallë fantastik, i meqëm edhe i bukur, unë i kam 3 fëmijë dhe gruja em ka lind 2 herë pa prezencën tem, herën e parë, herën e dytë më thonë kom qenë të gnu, herën e tretë më ka thonë shko luj futbol do pse jo, ajo kish lind, tu lujtu në futbol. Edhe i falimderona shumë sinqerisht, se më preki shumë letra e Mirandës, edhe nuk është let me qenë nanë edhe babë njëjtë në kohë, të morë parasysh profesionin tonë, si po foli këto edhe ne më të lumit, se shumë shpesh jena bashkë edhe, po du me ju thonë grave tona që na, edhe pse jena lërë ato minojnë që po knaqëm ka njëherë, po na jena me mene me to edhe... Qa dhe që bani për to edhe për fëmit. Sigurisht na... Që kjo profesioni që kena zgjedh, i keq aj mirë që kjo është, s'kena qa me bo tash, po java zemrën, shumë më preki qaj letër së Vjetë edhe Mirandës, ka ju rënë thonë të lomë? Po, Prek letrat Apollo. tobe, krejtve, letrat e krejtve, edhe shumë pjesë e mire emisionit se dhe ishtë tash keshëm e sene, pak Ati që apë una ke, jena pjalli na botë rasë, të është keshëm, kojna, knaqëm. E pajtohëm me Po ne. veç jo kisha avru vit 3 shumë të mirë edhe prap e di që s'ko me konë për vit 3 me ta, po pju premtaj që si të këthejna për koncerte u kom një qudi ka nëj udhëtim nëj sen kena me shku bashkë. Edhe, Libert, që kështë të dosh me thonë në dhe për fund, se mu më ka prek që kjo situatë, jo veç letra jam, po edhe krejtve që janë këto, që kjo profesion për një mej ka do të fështira, se edhe as vitin e rinë ashta ka njerë ti mundësh me anullu gjdo datë, po te ke fundit prapë se prapë në fund të bëm për familje, kështu që po kam qef ju falenderu edhe familjes tem, edhe shpresoj që edhe ju njajt t'jujen, për krejt në bështetjen që na ka njep, edhe që ma ka njep edhe mu, që më kam pru qëtu ku jam, edhe respektin që e akceptojnë çdo sen që e baj. Shumë dashuri sonte për krejt, unë e pju falenderoj që keni qenë sonte edhe ma keni bo këtë natë ka që të bukur. Gëzuar, qo Ermal, gëzuar Enta, Rantin, Lera. Unë e qashtu qysh ju prita, qashtu edhe pju përshëndes, ju dua shumë, po nuk muj mi ju qunë shpe. Faleminderit që ketë natën e mirë se unë e shkova me flejt. Nuk e ki!